Depozitimi mbetjeve inerte në jallit të nartës tashmë do të kryhet vetëm nëpërmjet pagesës. Në vendin që dikur mund të depozitonte çdo kush dhe pa u kontrolluar, është vendosur tashmë trau, ndërsa çdo automjet do të detyrohet të paguajë në bazë të tonazhit të mbetjeve inerte që ka për të derdhur në këtë zonë. Tarifa e përcaktuar është 100 lekë të reja për metër kub, ndërkohë që kjo zonë do të funksionojë kontrolluar për 16 orë. Pra, automjetet do të lejohen në orët e paradites dhe të pasdites. Megjithatë, ka ende një problematik të vogël që ka të bëjë kryesisht me peshimin e automjeteve të cilat depozitojnë mbetjet inerte në këtë zonë për të përcaktuar peshën e saktë dhe tarifën e saktë që ato duhet paguajnë. Depozitimi mbetjeve inerte në jallit të nartës nuk do të kryhet më pa kriter, por vetëm kundrejt pagesës, në bazë të një rregulloreje të re të vendosur nga autoritetet vendore. Zona ku më parë çdo subjekt apo individ mund të depozitonte mbetje të ndryshme, tashmë do të funksionojë me tarifa të përcaktuara dhe me monitorim të rreptë. Sipas vendimit të ri, të gjitha mjetet e tonazhit të rënd që do të depozitojnë mbetje inerte në këtë hapësirë do duhet të paguajnë 100 lekë të rinj për metër kub. Në hyrje të zonës është vendosur një tra kontrolli, ndërsa hyrja dhe dalja e mjeteve do të regjistrohet me qëllim disiplinimin e procesit dhe shmangjen e abuzimeve që janë konstatuar ndër vite. Kjo mas synon të evitoj problematikat e së kaluarës, kur depozitimi i pakontrolluar i mbetjeve krijonte ndotje mjedisore, zaptim të hapësirave dhe vështirësi në menaxhimin e territorit. Përmes aplikimit të tarifës pritet jo vetëm rritje përgjegjshmërisë nga subjektet ndërtuese, por dhe vendosja një standardi të ri në administrimin e mbetjeve inerte në zonë. Megjithatë, ende mbetet një problem për të zgjidhur mungesa një peshoreje në teren për të përcaktuar me saktësi sasinë e mbetjeve që depozitohen. Aktualisht përllogaritja do të bëhet mbi bazën e vëllimit të deklaruar apo të vlerësuar, çka mund të sjellë paqartësi në përcaktimin e shumës që duhet paguajnë mjetet e tonazhit të rënd. Vendosja e një peshoreje do të garantonte transparencë dhe saktësi më të madhe në proces. Nga ana tjetër, konfirmohet se gjithë aktiviteti do të monitorohet nga Bashkia Vlorë, e cila do të administrojë edhe të ardhurat e mbledhura nga kjo tarifë. Këto të ardhura pritet të shkojnë në buxhetin e institucionit të pushtetit vendor dhe të përdoren për menaxhimin e territorit, përmirësimin e infrastrukturës dhe ndërhyrje të tjera në shërbim të komunitetit.